Betejë elektorale 11 majit zhvendoset në diasporë. Edi Rama takon sot emigrantët në Milano, ndërsa Sali Berisha kërkon votën e shqiptarëve në Brescia. Mbi 60.000 fermerë pritet të përfitojnë nga skema kombëtare bujqësisë. Aplikimet për mbështetjen financiare nisin të hënën dhe mbyllen në 30 maj. Napoli. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Edi Rama dhe Sali Berisha e kanë zhvendosur sot betejën e tyre elektorale në diasporë. Lideri socialistë zhvillon në këto momente një takim me shqiptarët në Milano, ndërsa kreu demokratë Sali Berisha kërkon votën e shqiptarëve në Brescia pak më vonë. Italia është vendi me numrin më të lartë ndërkohë të emigrantëve që janë regjistruar për të votuar në datën 11 maj. 2 ditë pas çeljes zyrtarisht fushatës elektorale, liderët e partive kryesore në vend, kryesocialisti Edi Rama dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, nisën betejën e tyre për votën e diasporës. Të dy politikanët ndodhen sot në Itali, i cili është vendi ku janë regjistruar më shumë shqiptarë për të votuar në 11 maj. 91.000 qytetarë shqiptarë me banim në shtetin fqinj do të votojnë për parlamentin e ardhshëm. Kryeministri Edi Rama do ta zhvillojë takimin e tij në Milano, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha do të takojë shqiptarët në Brescia. Për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, procesi i votimit nis javën e ardhshme, pasi diaspora që ndodhet në Greqi e Itali do të marrë që nesër fletën e votimit nëpërmjet postës. Ndaj PSOE-PD po përpiqen që në këto orë të fundit, para se diaspora të votojë, të bindin shqiptarët që jetojnë jashtë vendit për të marrë mbështetjen e tyre. Fushata në diasporë për forcat politike shqiptare ka nisur faktikisht më herët, pasi gjatë fazës së regjistrimit të emigrantëve, edhe Edi Rama edhe Sali Berisha kanë zhvilluar takime në 2 shtetet ku jetojnë më shumë shqiptarë, në Greqi e Itali. Në zgjedhjet e 11 maj, shqiptarët që jetojnë jashtë vendit do të votojnë për herë të parë. 246.000 qytetarë shqiptarë që jetojnë në më shumë se 85 shtete të botës do të marrin fletën e votimit brenda pak ditësh për të shprehur vullnetin e tyre se cila parti duhet të drejtojë vendin në 4 vitet e ardhshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka këshilluar emigrantët ta plotësojnë fletën e votimit brenda 3 ditëve e ta nisin nëpërmjet postës në mënyrë që vota e tyre të mbrijë në kohë në Shqipëri, pasi çdo zarf që arrin në vendin ton pas orës 19 të datës 11 maj nuk do të numërohet. Në kuadër të operacionit të koduar me emrin Porosia, efektivët e Korçës kanë arrestuar një 35 vjeçar i cili dyshohet se shiste doza kokaine dhe lëndë të tjera narkotike në përlagje dhe në ambiente të ndryshme të bizneseve në Juglindje. Në pranga ka rënë personi i quajtur Denis Lika, i cili në momentin e arrestimit po qarkullonte me automjetin e tij, brenda të cilit agjentët gjetën edhe kokainën të bërgati për të shitur. Policia sekuestroi lëndë narkotike, 3 aparate celular si dhe automjetin me të cilin i riu lëviste për të shpërndar drogën. Policia e Tiranës ka arrestuar një të ri 21 vjeç, i cili dyshohet se do të shiste një armë zjarri në kryeqytet. Në pranga ka rënë Devi Naçi, të cilit bluti gjetën dhe i sekuestruan një pistolet. Policia gjithashtu ka arrestuar dhe shokun e tij, 24 vjeçarin Albis Pahaj. Të dy të arrestuarit janë nga qyteti i Fierit, por besohet se kishin ardhur në Tiranë për të shitur pistoletën. Efektivët i kishin në ndjekje 2 të rinjtë pasi kishin dyshime dhe të dhëna sa ishin të përfshirë në trafikun e armëve. Fermerët në të gjithë vendin mund të aplikojnë nga nesër për të përfituar nga skema kombëtare e bujqësisë. Mbështetja financiare do të jepet për blegtorët, bletarinë si dhe për bimët mjekësore. Nga nesër, fermerët në të gjithë vendin kanë mundësi të aplikojnë për të përfituar nga mbështetja buxhetore, pjesë e skemës kombëtare në bujqësi. Aplikimet nisin më 14 prill dhe do të jenë të hapura deri në 30 maj. Ekspertët apelojnë që fermerët të kryejnë aplikimet pas informimit të saktë në zyrat rajonale bujqësore dhe agropikat në mënyrë që të mos gabojnë. Të drejtë aplikimi ka çdo fermer individual dhe bashkim fermerësh. Pritshmëritë janë që përfituesit të arrijnë në 60.000.
Në total janë 8 masa mbështetëse. 2 prej tyre janë për blektorin, një masë është për bletarin, mbështetje për farat dhe fidanët, për kultivimin e bimëve mjekësore, për fermat organike dhe naft pa taksa. Në total, buxheti i parashikuar arrin në 4.4 miliard lek. Një vit më parë, buxheti i kësaj skeme arriti në 5.2 miliard lek, por mbetet për tu parë në vijim nëse do të kemi një shtesë fondesh deri në fund të vitit. Pjesë e këtij buxheti është dhe skema e investimeve ku fermerët që kanë aplikuar në vitin e kaluar tashmë janë në fazën e përfitimit të fondeve. Paralelisht, sektori do të përfitojë edhe nga garancia sovrane. Janë 250 miliard lek që Banka e Shqipërisë ka vënë në dispozicion për bankat e nivelit të dytë për të kredituar fermerët që nuk kanë kolateral, por që shteti u del garant për huan që do të kërkojnë. Gratë që janë shtatzëna në moshë jo të re, por edhe ato që abuzojnë me duhanin apo dhe me alkoolin, kanë më shumë gjasa të preken nga sëmundja e preeklapsisë. Mjekët thonë se ato duhet të shtojnë në kontrollet, pasi çdo neglizhencë mund të sjellë pasoja të rënda shëndetësore. 2 në 20 gra vuajnë nga preeklamsia, një prej komplikacioneve më të shpeshta që ndodh gjatë periudhës së shtetëzanisë. Mjekët specialistë rendisin disa nga shkaqet kryesore të këtij komplikacioni. Preeklamsia është një sëmundje shumë e shpeshtë, ndoshta shumë e shpeshtë nga çfarë e dim dhe çfarë njohin të gjitha gratë, të cilat janë shtatzë. Pretendohet që shkaku kryesor i zhvillimit të kësaj sëmundje pas javës së 20 mund të jetë një problem i shfaqur në lidhje me placentën, pra organin kryesor që lidh nënën dhe fetusin. Mosha e lartë e gruas. Pra një grua që është mbi moshën 36-37 vjeç, është një faktor risku shumë i lartë për ta shfaqur preeklamsin. Obeziteti, pra kur kemi një BMI të lartë. Faktorë risku të tjera janë duhanpirja. Gratë të cilat kanë pas pirë duhan më përpara, por që dhe ndoshta vazhdojnë dhe mund të konsumojnë ose pinë duhan dhe gjatë shtatzanisë. Dhe një faktor tjetër risku shumë i rëndësishëm është dhe ajo që ne kemi të trashëguar. Duarda Ismaili, ginekologe, nënvizon disa nga simptomat më të zakonshme, ndërsa këshillon të gjitha gratë shtatzën për më shumë kujdes dhe kontrolle rutinë. Simptomat më të zakonshme janë një prezencë e një tensioni të lartë arterial të gruas shtatzën, mund të jenë probleme vizive, pra probleme me shikimin, mund të jenë probleme fotofobie e quajmë ne, pra kur ti nuk duron dot dritën e fortë tek syt, dhe simptomat të cilat mund të jenë akoma më të agravuara e quajmë ne, arrin deri në simptomat të konvulsioneve. Përveç vizitave që ju kërkojnë mjekët, kontrollet laboratorike dhe matja monitorimi personal i gruas për lëvizshmërinë e bebit dhe matjes së tensionit duhet të jetë i vazhdueshëm. Preeklamsia e patrajtuar mund të çojë në një gjendje shumë më serioze, deri në dëmtim të mëlçisë dhe komplikime të tjera. Qyteti i Roskovecit priti festivalin Roma Romale 2025, me pjesëmarrjen edhe të grupeve nga Maqedonia e Veriut, eventi i dhajehon kulturës dhe traditës rome. Në kuadër të promovimit të traditës rome, për herë të parë në Roskovec është zhvilluar festivali Roma Romale 2025. Aktiviteti ka bërë bashkë artistë nga qytetet të ndryshme të vendit, duke kthyer Roskovecin në një qytet të ngjyrash dhe në shtëpinë e pritjes së komunitetit të rom. Pjesëmarrës në këtë festival ishte edhe një grup nga Maqedonia e Veriut, në drejtimin artistik të Ermina Redjepovës, e cila ka vlerësuar këtë festival si një augur shpresëdhënës për të ndihmuar në integrimin e këtij komuniteti. Iniciativa për këtë festival është një ide shumë e mirë që komuniteti rom të njihet në vendin tuaj me traditën e tyre, kërcimin dhe ushqimin. Ndërkohë, përfaqësuesi i qytetit të Klosit ka pohuar se tashmë ky festival duhet të kthehet në traditë. Kam marrë një pjesë të vogël të grupit prej 5 vetash, sepse grupi im përbëhet nga 28 persona. Presoj që edhe në vitet në vazhdim të jem pjesë e këtij koncerti ose festivali që bëhet në Roskovec. Bestmir Dalipi është një prej spektatorëve të ardhur nga Berati, i cili thotë se aktivitetet të tilla ndihmojnë për të ndier të barabartë. Shpresoj që këto aktivitetet të ndodhin dhe në qytetet e tjera, si është qyteti Beratit dhe qytetet e tjera që kanë kontingjent të komunitetit rom dhe egjiptian. Festivali Roma Romale solli ngjyra, muzikë dhe energji për të gjithë komunitetin, i cili beson në fuqinë e kulturës për të ndërtuar ura dhe për të promovuar bashkëjetesën.
Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe miru takofshim.